Do pse ndodh që dietarët e fikut mos me qenë unik në të gjitha fetfat e tyre. Për shembull, pse nuk e kemi sot në tërë botën se për një çështje të caktuar, për shembull gjërat të cilat e prishin abdesin, ja, të gjithë dietarët e botës islame i thënë këto. Gjërat të cilat nuk e prishin abdesin, për shembull, të gjithë dietarët e botës islame i thënë të njëjtë. Pse nuk e kemi këtë? Nuk e kemi për disa arsye. Arsyeja e parë është se natyra e këtyre dispozitave është e tillë, është fleksibile. Të më thonë, janë dispozita praktike të cilat e tolerojnë më tepër se një mendim. Madje edhe qasjet e ndryshme të dietarëve ndaj këtyre çështjeve të caktuara e pasurojnë edhe më tepër dhe u aletësojnë njerëzve edhe më tepër, se si u aletësojnë do ta shohim pastaj në vazhdim. Gjithashtu, njerëzit kanë edhe popujt kanë zakone të ndryshme, edhe kanë tradita të ndryshme. Si rrjedhoj, disa dispozita ose disa interpretime dietarëve janë më të kapshme për për traditat e një populli dhe disa interpretime tjera janë më të kapshme për traditat e një populli tjetër. Mirë, këto nuk do të thotë që feja të shpjegohet sipas traditave edhe të nështrohet traditave. Mirë, po ka disa dispozita sheriatike të cilat janë të ndërtuar mbi zakonet dhe adetet e njerëzve, ose të cilat nuk i prekin zakonet e njerëzve dhe nuk i prekin traditat e njerëzve, vetëm nëse ato bin kundërshtim dhe bin ndesh me rregullat e sheriatit. Pastaj, gjithashtu arsye tjetër është se këto dispozita janë valide deri në ditën e gjykimit. Dhe tash llogariti deri në ditën e gjykimit kanë me ardhur popuj të ndryshëm, kanë me ardhur kohra të ndryshme, zhvillime të ndryshme, teknologjie ndryshme e kështu me radhë. E sigurt mos e kishin këtë fleksibilitet që me leju më tepër se një mendim, ose më tepër se një interpretim, ose një interpretim i cili ka ndodhur para disa kohërave me qenë i përshtatshëm për kohën e atëhershme, ndërsa për kohën tonë me qenë një interpretim pak më ndryshe, domthonë krejt këto e sjellin nevojën që këto dispozita më u shpjegu edhe më u përcjell tek ne në më tepër se një mendim, sepse ky shpjegim, këto dispozita, ky sheriat ka me qenë valid dhe ka më u përcjell deri në ditën e gjykimit, domthonë derisa të ketë jetë në këtë tokë. Më rëndësishmja e krejt këtyre arsyeve është se hartuesi i këtyre dispozitave, i këtyre rregullave, po dhe gjitha rregullat tjera fetare, mirë, por neve na interesojnë dispozitat praktike, që thanë dispozitat e fikut, e që është Allahu i lartësuar i ka dhënë leje dietarëve që me interpretu ato. Edhe përderisa janë dietar dhe përderisa i plotësojnë kushtet për me interpretu dispozitat e sheriatit, Allahu i ka dhënë leje paraprakisht. Dhe tash sado që e interpreton, çfarë do mënyre që e interpreton, ai prap ka me qenë brenda disa vijave të gjona, mirë, po e ka atë mundësinë që me interpretu ose me shpjegu më ndryshe se sa që e ka shpjegu një dietar tjetër, me kusht që këtë formë me bazu në argumente edhe në provat e tij edhe në hulumtimet e tij rreth çështjes për cilën flitet.